ushtarako-politike për mbrojtje të përbashkët me Greqinë. Pra, dhe ajo funksionon gjë. Pra, Franca angazhohet që në rast se Greqia sulmohet, Franca t'i vinë në ndihmë Greqisë, por ka një pikë ajo marrëveshja, thotë vetëm brenda territorit grek. Pra nuk thot jashtë territorit grek. Pra sepse për parashikuar që përplasja do të jetë midis Greqisë dhe Turqisë, duke qenë se janë të dyja vendet e NATO-s, atëherë çfarë thotë? Franca i vjen në ndihmë Greqisë brenda territorit grek, por nuk e ndihmon jashtë territorit për të sulmuar jashtë territorit grek, pra në territorin e Turqisë në mënyrë që mos të hyjë një vend të mos bërë një luftë tjetër NATO. Dhe për këtë arsye, për të pasur në kontroll, sepse në këtë moment Greqia ka të mbuluar pra me ndihmën e Izraelit. Me ndihmën e radarëve izraelite, me ndihmën e raketave izraelite që Izraeli ka dhënë Greqisë, mbulon pjesën ballore të Turqisë. Këtë pjesën që ka përballë, kurse mbrapa e ka të zbuluar dhe mendon se mund të vijë sulmi nga Shqipëria në rast të marrëdhënie, në rast të një lufte midis Greqisë dhe Turqisë. Dhe atëherë çka ka bërë? Është futur Franca në lojë. Franca i ka shitur Shqipërisë radar, pra ka bler radarët. Shqipëria radarin që ka bërë marrëveshje, që bëri marrëveshje kryeministri jon për të bler radar, pra hoqi dorë nga blera radarëve amerikan dhe bleu radar francez në mënyrë që Franca si aleat e Greqisë të mbajnë në kontroll kurrizin e Greqisë në radarët e Shqipërisë. Pra në këtë moment çdo lloj tentative e Turqisë për të sjellë çdo lloj ndihme, për të organizuar çdo gjë nga territori i Shqipërisë në territor të Greqisë, kontrollohet nga Franca. Pra Franca dhe Izraeli dhe Greqia dhe Çipro kanë bërë një aleancë të përbashkët për të kontrolluar gjithë territorin e Mesdheut. Dhe komplet çka ndodh? Po kjo e fut në përplasje me Turqinë drejt. Absolutisht, gjithë përplasja, duam apo nuk duam. Gjithë përplasja do bëhet, sepse pse e fut në përplasje me Turqinë? Sepse Turqia ka deklaruar që çfarë do lloj korridori energjie që do të kalojë në Mesdhe, dhe neve nuk jemi pjesë, ka deklaruar Hakan Fikan para 1-2 muajsh, neve nuk do ta lejojmë. Neve nuk do ta lejojmë. Për korridor që po flasim. Po, por ama kemi një problem tjetër. Kemi një problem pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kaluar në qershor të këtij viti. Pra, me 16 qershor të këtij viti, në Kongresin Amerikan ka kaluar një ligj i posaçëm, i propozuar nga 5 kongresmen, ata janë, njëri është me origjinë hebreje, kurse 4 janë me origjinë greke. Bilesi kam edhe emrat e tyre, ti lexoj se vetëm pra ai me origjinë hebreje është Schneider, kurse të tjerët janë Gaz Bilirakis, Nikol Miliotakis, Dina Titus dhe Chris Papas. Këta janë 4 me origjinë greke, të cilat kanë propozuar një ligj të posaçëm i miratuar i quhet Akti i daljes në Mesdheun lindor. Pra, është propozuar ligj i posaçëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Departamentin e Shtetit, e cila e detyron Departamentin e Shtetit që ta shohë këtë çështje në Mesdheut si pjesë të politikës së jashtme amerikane. Pra me ligj e ka detyrim tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kanë bërë me ligj detyrim vetveten që kjo quhet Akti i daljes në Mesdheun lindor. Dhe në këtë përfshihet dhe shkruhet shprehimisht: mbështesim mbrojtjen e projekteve të energjisë dhe infrastrukturës ndërkufitare me partnerët, dhe përcaktojmë partnerët Greqia, Izraeli, Çipro dhe Egjipti, dhe promovojmë lidhjen me IMEK-un. IMEK-u është rruga që vjen nga India në drejtim të, pra IMEK-u është lidhja ekonomike që është bërë midis Indisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ajo harta që pat që harta që e fut gati gjithë ato regjia. India, e cila vjen është bërë midis Indisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe. Jo, është ajo tjetra, se kjo Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Greqia. Po, për këtë. Po, për këtë. Kjo është ajo që vjen nga India. Kjo është Kinën, dhe kjo është bërë për t'i bërë bypass Kinës dhe për t'i bërë bypass rrugës Mëndafshit. Dhe tashmë kemi një përplasje, pra Mesdheu është qendra ku po përplaset interesat kineze, turke, pakistaneze, iraniane, edhe interesat ruse po përplasen në Mesdhe, sepse kemi forcat ruse të cilat ndodhen në Siri, në 2 baza, dhe po mundohen të hyjnë ekonomikisht në Irak, për arsye se një pjesë e kësaj rruge kalon edhe nga Iraku, pra vjen nga Riadi dhe një pjesë e kësaj rruge kalon edhe në Irak. Dhe Rusia ka hyrë me marrëveshje energjetike në Irak, ku ka bërë marrëveshje energjetike dhe kompania Lukoil, e cila u sankcionua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një muaj para sankcionimit ka bërë një marrëveshje më të madhe të saj me sektorin e energjisë në Irak për të marrë disa fusha të gazit në Irak dhe për t'i zhvilluar. Dhe plus ka bërë edhe një paramarrëveshje me Rosatomin e Rusisë për të ndërtuar mini reaktor të vegjël bërthamor në Irak për prodhimin e energjisë elektrike. Pra, Rusia. Pra, kemi një përplasje të interesave, pra të asaj pjesës që quhet BRICS-i me Atlantikun.
Po. Ajo harta që ishim, regjia, ajo harta që ishim, që interesant se janë gjitha rrugët, korridoret globale të geopolitikës. Të gjitha përplasjet përfundojnë, baza është Mesdheu, sepse gjithçka bëhet për të mbajtur Atlantikun e Veriut. Pra Atlantiku i Veriut përshikohet Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo plasje është kufiri, pra ky është kufiri ku përplaset Atlantiku i Veriut me BRICS-in, pra Kinën, Rusinë dhe të gjitha interesat përplasen këtu. Nuk është qendra as Ukraina, as Gaza, as Irani. Baza është dhe përplasja e të gjitha interesave është Mesdheu. E qartë. Kjo është përplasja e të gjitha interesave Mesdheu. Sepse nxjerrja e Turqisë jashtë kësaj, pra Turqinë e ka llogaritur si pjesë të BRICS-it, si pjesë të këtij rrafë, sepse realisht Turqia është në atë që ka lidhen Iran, lidhet me Iranin, nga Irani me Pakistanin dhe me Kinën. Belt and Road Initiative, ja ku është me blu. Ajo është. Ajo me blu. Dhe këtu është përplasja e madhe. Dhe por Turqia ka kërcënuar që nuk do të lejojë këtë në rast se nuk do të bëhet pjesë. Por ama ligji që është bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si vjet, me qershor, e përjashton Turqinë nga kjo. Dhe atëherë do të kemi një përplasje. Për këtë arsye edhe të gjitha ato që gjoja pseudo marrëveshje që dhe ajo pritje që i bëri Erdoganit, ishin për këtë pjesë. Pra, interesi i Erdoganit ishte për këtë pjesë, që të hynte pjesë e kësaj. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm që se futën pjesë e kësaj, dhe në momentin që se futën pjesë e kësaj, atëherë u prishën gjitha marrëveshjet e tjera që bën dhe ran pas një jave, për arsye se nuk mundet të veprojë, pra kanë kaluar me vendime të posaçme, pra Turqinë kanë llogaritur jashtë kësaj. Dhe kjo mund të sjellë edhe në një dalje Turqisë nga NATO, edhe në një përplasje tjetër. Pra siç thash, kemi një rrjet të evropian që është bashkuar me këta. Dhe kemi ato me jeshile, me blu dhe Turqia po vepron në bazë kësaj për të bërë një përballje, pra duke qenë se Franca ka ndihmuar Greqinë, pra ka një marrëveshje me Greqinë. Atëherë çfarë bën? Turqia është nxituar dhe ka nxituar për të siguruar një pjesë tjetër të NATO-s që të mos i bashangjitet të gjitha Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izrael. Dhe ka bërë marrëveshje për blerjen e 20 tajfunëve me Anglinë. Në këtë moment Eurofighter. Tajfun Eurofighter, po. Dhe blerja e kësaj marrëveshje, prandaj të cilët janë nga Turqia drejtë në Britani. Po, këta 20 avion nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe. Kanë simbolik sepse e mbajnë të lidhur dhe janë avion që do t'i jepen për një periudhë 7 vjeçare, 8 vjeçare dhe e mbajnë të lidhur Anglinë me Turqinë duke përjashtuar nga kjo aleanca tjetër. Franca këtej, Britania, Gjermania këtej. Pra është ndarje. Ndërkohë Rusia me Iranin këtej, me Indinë, me Pakistanin, me Kinën. Pra kjo është përplasje dhe këtu ndodhi për këtë arsye, kjo është qendra pra. Mesdheu është qendra e kësaj përplasje. Korridori i luftrave. Edhe ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për në Gaza, për të pajsuar Gazën dhe për ta marrë nën kontroll Gazën, nuk është vetëm për Rivierë. Riviera është një diçka që nuk ka vlenë, dhe është vetëm për çështjen e këtij korridori të Gazit që do të kalojë dhe do të lidhë këtë, sepse janë kompania amerikane ato të cilat kanë marrë përsipër edhe çpimin dhe nxjerrjen e gazës në fushat gazmbajtëse dhe naftmbajtëse që i përkasin Palestinës përballë Gazës dhe që tashmë nuk po funksionojnë për shkak të asaj që kanë ndodhur, pra e kanë ndërprerë në këto 2 vite s'është bërë asnjë punim atje sepse rrezikonin. Dhe gjithë ky korridori që vjen këtej, pra shihim Emiratet e Bashkuara, nga India, shikoj Emiratet e Bashkuara, por shikoj edhe Iranin aty që janë shumë afër drejtën. Absolutisht, gjithçka sepse kalojnë në ngushticën e Bab el Mandebit gjithë aty. Tu kalojnë. Pra këtu do kalojë gjithçka në ngushticën e Hormuzit do vi gjithçka, prandaj është qendra kryesore. Hormuzi vazhdon të jetë. Absolutisht. Dhe gjithçka, çdo lloj përplasje shihni, edhe përplasja që ndodhi këtu në Bab el Mandeb që bën Huthët. Pra, Huthët bllokuan Bab el Mandebin jo vetëm për Izraelin, po bllokuan për gjithë Atlantikun. Pra për arsye se nuk lejonin të kalonin asnjë anije që i përkiste Atlantikut, lejonin vetëm të lejonin të kalonin anijet kineze dhe anijet ruse. Dhe kjo bëhet për të anashkaluar komplet këtë sistem, pra që ti mund të funksionosh. Edhe ajo çfarë në Venezuelë. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është atje qëllimi i pushtimit të Venezuelës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë aq të marrë, pra atje ka njerëz të mençur dhe nuk janë të marrë sepse nuk e pushton dot Venezuelën. Ata nuk pushtuan dot Yemenin, pra nuk e mundën dot lere më Venezuelën. Por pse po bëhet? Venezuela është një nga vendet kryesore të prodhimit naftës dhe gazit. Dhe Kina është blerësi kryesor i naftës dhe gazit Venezuelës, duke bllokuar të gjithë bregun e detit me anije luftarake, duke bërë ato zonë luftarake. Ti çfarë bën? Ti bën hyn atë pjesën që quhet sea denial, pra mohimi i detit. Dhe anije nuk e marrin dot. Kina nuk merr dot naftën dhe gazin që i duhet, që është duke marrë sot nga qartë. Interesi është që ta mbajmë në këtë gjendje lufte, po jo të bëjmë luftë në mënyrë që ti të ndërpresësh Kinës marrin. Pra lufta është tregtare në realitet. Por maskohet me këto veprime ushtarake të cilat janë për të bllokuar luftën tregtare dhe gjithë problemi do vjen sërish pra, se bllokohet atje. Atje çfarë duhet? Siç thash,
gjithë gazet dhe nafta që merr këtej, pra nëpërmjet këtyre anijeve, nëpërmjet këtyre tubaconeve, ta bllokojmë edhe pra kemi bllokuar në Amerikën Latine nëpërmjet me Venezuelën, bllokojmë Kinën edhe këtej. Pra lufta është Amerikë-Kinë dhe Rusi. Pra këto treja janë duke u përplasur me një tjetër të gjitha të tjerat. Për korridoret janë aksesor në pjesën e kësaj lufte dhe gjithë përplasja bëhet në mesdhe. Pra mesdheu do të jetë kryesori. Në rast se kjo qëndron dhe këtu aktualisht kjo përplasje që po ndodh ka rivizimin dhe bërjen e hartave të reja të zonave të influencës. Pra po ndahen zonat të influencës në këtë opsionin e ri të sigurisë botërore. Arkitekturën e re të sigurisë botërore. Sepse këto korridore thua do ndërtojnë edhe këto korridore janë, pra të gjitha këto korridore që folëm, nuk janë të ndërtuara. Këto korridore që folëm janë marrëveshje për të ndërtuar. Për të ndërtuar, e qartë. Pra, dhe tashmë po luftohet se cili korridor do të ndërtohet. Pra në rast se Turqia arrin ta bllokojë këtë korridor, atë ky korridor nuk ndërtohet dhe janë detyruar Atlantiku ti përshtatet Road and Belt Initiative. Ti përshtatet kësaj Road and Belt Initiative. Në rast se kjo ndërtohet, atëherë këta janë detyruar ti përshtaten kësaj dhe gjën rrugë të tjera. Pra këtu nëpërmjet kësaj do përcaktohen vijat e reja dhe ndarjet e reja gjeopolitike të botës së re, rendi i ri botëror që themi pra. Por rendi i ri ekonomik, se rendi i ri botëror nuk kemi, po kemi rendi i ri ekonomik. Ndërkohë SBA-ja Indinë e ka kthyer në Kinën e re, le të themi. Absolutisht e intereson, për arsye sepse përplasja që ndodhi midis Indisë dhe Pakistanit e vuri Kinën krah Pakistanit. Po, ja ku është Pakistani, lidhet me Belt and Road Initiative. Prandaj e vuri Kinën me përplasja dhe edhe sot, përplasja që bëhet midis dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen që ta marrin Pakistanin në krahun e tyre. Pra, janë munduar disa herë edhe përplasja që nxisin sot midis Pakistanit dhe Afganistanit. Bëhet për këtë qëllim. Pra, Pakistani me Afganistanin ka një përplasje ushtarake, pavarësisht se arritën një marrëveshje jo paqe, po një marrëveshje anëpushimi në Katar me ndërmjetësimin e Turqisë dhe me disa vende të tjera, është për marrjen e bazës së Bagramit, pra për futjen e amerikanëve në këtë territor dhe për kontradhënë. Në rast se futen në territor, komplet këtë që shihni juve. Pra, kjo funksionon më sepse iniciativën absolutisht e bllokon këtë komplet. Pra bllokon sepse i del Iranit nga mbrapa, pra kjo kalon nëpërmjet Uzbekistanit, i del Iranit nga mbrapa, Uzbekistanit dhe kontrollon komplet të territorin. Pra e prish këtë rrugtimin. Pra gjitha është kjo luftë, por ama baza mbetet gjithë një mesdheu. Sepse këto nuk kanë kapacitete që ta prishin. E vetmja gjë që mund të prishi veprimtarinë amerikane është këtu, sepse këtu përplasen, pra është Turqia e cila është lënë jashtë dhe është vendi NATO-s, pra vendi Atlantikut dhe është përjashtuar nga amerikanët edhe nga ky harku i mesdheut, pra kjo 3+1, kjo alianca 3+1 është përjashtuar nga kjo dhe Turqia ka kërcënuar që në rast se unë përjashtohem nga çdo lloj projekti energjisë që kalon në mesdhe, unë nuk do ta lejoj, ka thënë Turqia. Pra është deklarat me zë dhe me figure Hakan Fidan. Unë nuk do ta lejoj. Si mund ta lexojmë këtë dritan? Sepse do ta prishin. Pash që në Kipër ishin pse nuk do lejojnë? Ata nuk e kanë lejuar. Para 5 muajsh, anijat franceze, të cilat erdhën për të ndërtuar gazsjellsin. Këtë gazsjellsin këtu u përzun nga anijet ushtarake turke. Pra erdhën anijet ushtarake turke dhe i përzun 2 anijet të ndërtimit dhe ato u tërhoqën. Pra kjo është nuk në momentin që ti sjell anijet ushtarake për të përzënë punëtorët, pra është një koncept i thjeshtë. Kur do të them që ti në këtë territor i cilin unë e konsideroj të timin, ti nuk ndërton dot shtëpilla, dhe ti më sjell punëtorët, atëherë vi unë ti përzi punëtorët. Në momentin që unë ti përzë punëtorët, atëherë do ti përzë 1 herë, 2 herë, 3 herë, pastaj ti do vish dhe do përplasesh me mua. Po. Pra, dhe Turqia po tregon që s'do ta lejoj këtë. Dhe çdo lloj përplasje, Turqisë intereson një përplasje me Greqinë, po jo një përplasje e madhe, një përplasje e limituar në mënyrë se çdo përplasje e limituar vim të ajo ideja që po bëjnë amerikanët në Venezuelë. Pra një përplasje e vogël midis amerikanëve dhe Venezuelëve, e nxjerr Kinën jashtë, pra nuk e lë atë të marrë. Edhe këtu një përplasje e vogël midis Turqisë dhe Greqisë. I nxjerr gjithë jashtë. Ky korridor nxjerr jashtë sepse nuk mund ndërtohet, sepse është zonë lufte dhe askush nuk vjen më të investojë dhe të bëjë. Pra këtu është ideja, nuk shkojmë në një përplasje madhore, por në këtë, por kjo përplasje e vogël e nxjerr jashtë, po këtu nxjerr jashtë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj kjo do sjellë përplasje gjeopolitike të madhe në mesdhe midis krahut lindor dhe krahut të Atlantikut, dhe krahut perëndimor. Ku do jetë, ku Turqia duket, dhe kjo ishte dritana ajo. Çdo lloj gjëje, çdo lloj veprimi tjetër është në valën e kësaj, pra në valën e këtyre korridoreve ekonomike që janë përcaktuar, të ndërtohen. Jo, e qartë. Turqinë
Turqia, do më thonë, Dritan, është pjesë e rrugës Mëndafshit. Rrugës Mëndafshit. Pra, fillon në Kinë dhe mbaron në Britani. Qëllimi është mbarojë në Britani. Dhe kjo po thua Britania dhe blerja e avionëve nuk është e rastishme. Nuk është e rastishme, është lojë politike dhe geopolitike e Turqisë për të mbajtur Anglinë të lidhur me Turqinë që mos bëhet pjesë e kësaj aleance. Pra, për ndarjen e një aleance brenda NATO-s në rast të një përplasje nesër, sepse si thash, Franca ka një marrëveshje me Greqinë, pra Franca ka një marrëveshje mbrojtje me Greqinë. Të çdo përplasje pa përcaktuar, pra i sjell trupa që, po brenda territorit grek, pra brenda kufirit grek. Jo jashtë. Jo jashtë kufirit, pra nëse Greqia sulmon një territor në disa ishuj të cilat janë të kontestuar, Franca nuk e ndihmon për ishuj, por ndihmon për mbrojtje këtu brenda. Nëse në Kipro ka, le të themi, ndodh ajo që pritet, një konflikt i brendshëm, fjala vjen. Franca nuk ka drejt. Franca nuk ka marrëveshje me Kiprin, ka marrëveshje me Greqinë. Kipro është vend më vete. Pra, Kipro është antar i NATO, po është vend më vete. Ajo që lexohet tani ishte që dhe Mossadi dhe Shin Beti kishin investuar jashtëzakonisht në Kipro, Mossadi dhe Shin Beti kanë investuar në Kipro, atëre, në Kipro për arsye në aleanca e tyre është edhe aleancë ushtarake dhe gjeopolitike. Dhe kur themi aleancë ushtarake dhe gjeopolitike, si Mossadi si Shin Beti janë organizma që funksionojnë në shërbim të shtetit të Izraelit, pra të këtij shteti zionist dhe nazist të Izraelit, dhe Izraeli ka pasur interesin të funksionojnë në to dhe ndihma më e madhe ka ardhur gjatë luftës me Iranin. Gjatë luftës me Iranin, të gjithë Kipro ishte baza kryesore nga ku ngriheshin avionët izraelit. Jo avionët izraelit, ngriheshin avionët amerikanë dhe avionët edhe nga Greqia, avionët amerikanë dhe avionët anglez kanë një bazë në Kipro, avionët e zbulimit që kanë. Furnizoheshin në Kipro, qëndronin në Kipro dhe gjatë gjithë kohës ishin në monitorimin e radarëve të Greqisë. Pra Greqia mbulonte me radar çdo lloj lëshimi të raketave të Iranit, këta në këtë që nuk e mbulon dot Izraeli. Dhe e ndihmonte Izraelin në këtë aspekt, pra në radarët, se ka radar me rreze më të gjatë veprimi sa kjo. Pra e mbulonte këtë. E dyta, u përdor Kipra dhe Greqia si vend për depozitimin e avionëve civil. Në momentin që nisi lufta midis Iranit dhe Izraelit, Izraeli vendosi të ndërpresë të gjitha fluturimet civile dhe të gjitha avionët, i hoqi nga Izraeli avionët civil që kishte Elali dhe i vendosi në Greqi edhe në Kipro, në Larnaca edhe në Kipro. Pra i la atje, i depozitoi atje për gjithë periudhën e kohës. Këto si sisteme Dritan Barak. Ky Baraku është sistem që është në Kipro. Izraelit, është në Kipro dhe Kipro e bleu këtë pasi e detyruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të hiqte S-300-ën, sepse Kipra kishte bler një sistem S-300 nga rus, por nuk i kishte përdorur asnjëherë. Dhe ministri grek normalisht e bleu Kipro, nuk ja la ta përdorte asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e bleu Greqia pastaj dhe e linte në Kipro. Dhe ministri grek, ja harrova emrin, të më falni, atij ministri grek që ja bleu Kipros, përfundoi në Burg, në Greqi, për këtë arsye. Pra, sa e kërcënon kjo lloj sistemi? Nuk është se ka një kërcënim të madh, sepse ky lloj sistemi e ka radarin. Izraelitët pretendojnë që ka radarin 400 km, por deri tash efektiviteti i tij ka qenë 200 km. Pra nuk është radar me gjatë 200 km dhe nuk ka ndonjë efektivitet të madh ndaj Turqisë. Pra nuk është se e rrezikon totalisht. E mbulon gjithë Kipron. Po e mbron atë korridorin që po diskutojmë. Absolutisht bëhet, sepse korridori vjen këtu në Haifa, këtu dhe pastaj këtej. Pra vjen një herë në Kipro dhe pastaj këtej. Prandaj është për mbrojtjen e këtij korridori. Po, edhe patriotët. Edhe në këtë sistem janë patriotët që ndodhen në Kret. Pra këtu është në Kret patriotët. Po, janë në funksion të asaj hartës. Janë në funksion të kësaj, gjitha është në funksion të kësaj. Prandaj kemi edhe këtë dhe turqit çka kanë bërë? Kanë iur dhe kanë ardhur në Libi. Pra kanë ardhur në Libi dhe janë vendosur në Libi, forcat turke dhe edhe forcat ruse janë vendosur në Libi, se Libia është ndarë më dysh. Edhe kjo është pjesë e kësaj, pra është pjesë për kontrollin e mesdhellë. Pra Turqia e ka parë duke qenë se dhe Turqia është vendosur në Libi në vitin 2020. Pra një vit pasi është bërë kjo aleancë që u bën në Greqi 3+1. Ka qenë kundërpërgjigje ndaj kësaj. Për arsye për t'i dalë mbrapa kurrizit kësaj aleance. E qartë. Sepse këtu ishte izoluar dhe atë ka vendosur forca në Libi dhe është Turqia ajo që mban qeverinë libiane, atë qeverinë që njihet nga Kombet e Bashkuara, kurse Rusia mban qeverinë tjetër që është Halifa Haftari që nuk njihet nga Kombet e Bashkuara, pra gjysmë tjetër e Libisë. Dhe këto dy vende janë këtu bashkë. Zakonisht ka luftime midis këtyre të dyjave, midis trupave që mbrojnë këto të dyja, po midis Turqisë dhe Rusisë nuk ka përplasje aktuale këtu. Por ama janë vendosur këtu për të pasur në kontroll gjithë pjesën e mesdhellët. Pra gjithë pjesën e mesdhellët për ta pasur në kontroll, për të pasur në kontroll kanalin e Suezit, pra për ta mbuluar nga Libia kanalin e Suezit, edhe për të kontrolluar Gibraltarin i cili është afër dhe kalon këtu. Dritan, po dy bazat ruse në Latakia, fjala vjen
që ndodhen në Siri e kam fjalën. Po. Njëra është këtu në Letak, njëra është këtu baza e Letak, Letakës është baza Hmejmit. Rusia nuk është se ka shfaqur. Pavarësisht asaj, Rusia e shef si të paqëndrueshme Sirin. Dhe këtë qeverinë e Sirisë e bërë nga këta terroristët e kthyer në zotrime kollare. Pra, nuk shef qëndrueshmëri në këtë aspekt. Dhe për këtë arsye është duke munduar që të bëjë, siç thash, aleanca të reja, siç po bën me Irakun, aleanca energjetike. Aleancat energjetike janë aleanca, për këto aleanca energjetike që ka bërë me Iraku janë marrëveshje 15-20 vjeçare, pa për 15-20 vjet e sheh veten të futur në Irak, Rusia, dhe pjesë e kësaj, pra garanton. Edhe një herë atë hartën e korridoreve regjia. Jo të korridoreve, ato që janë gjitha korridoret e rëndësishme të Eurazisë në rastin konkret, po. E qartë. Ndërkohë, Rusi, dritan, Iran, Indi, kemi dhe një korridor tjetër. Po, kjo është e kurrudha që është bërë, dhe Rusia ka bërë këtë e kurrudhën nga këtu deri në këtë portin e bandarit, Bandar Abbas, deri në portin e Bandar Abbasit. Nga këtu dhe është kjo rruga që dhe po është duke bërë edhe rrugën, po, Bandar Abbas është. Kjo është harta, faleminderit regjia. Dhe vjen nga Rusia, vjen këtu, pra kalon në detin Kaspik, dhe nga detin Kaspik